gjithë panelistët aty që i ke në studio. Faleminderit shumë, urime fillimisht për një fitore shumë të rëndësishme ndaj Ballkonit, i cili ishte lider deri në momentet që ju e mbështët. Ferizaj, me këtë fitore rrit ndoshta edhe gjosat për mbetjen në elitë apo për të fituar atë luftën e pjesës së afërme të skuadrave, pjesës së poshtme, të skuadrave që gjenden momentalisht aty. Po, që më thonë, ne jemi tash në pozitë ku jemi, mirë po, unë mendoj që Ferizaj ka kapacitete dhe kemi kriju një grup shumë mirë lojtarëve, tash sidomos në pjesën e dytë të kampionatit, ju si që dini që kemi pas po gjatë disa lëvizje mrena grupit, kemi pas prurje, po ashtu kemi shkut edhe kontrata, do me thonë me disa lojtarë që kemi pas, cilët nuk kanë mujtë me kry punën ashtu si që është kërku, do me thonë nuk kanë mujtë të jetë në nivelin që ne kemi kërku edhe kemi ndërprej disa kontrata, mirë po kemi sjell lojtarët e tjerë, mendoj që kemi vënë prurjet adekuate me faktin që ne kemi zhvillu deri tani 3 ndeshje, 2 ndeshje kampionale dhe një për kupë, si bjet jemi në çertë finale, edhe 2 ndeshje që kemi hup, një për Dritës edhe për Prishtinës edhe para kësaj ndeshje. Unë mendoj që kemi zhvillu lojë shumë të mirë po mendoj që kemi pas mungesë, ka pas mungesë të grupit të lojëve bollshme në mes vete edhe nuk kanë mujtë mirë të komponohen, kështu që pas këtyre 2 ndeshjeve, domethënë sot me Ballkonin që zhvilluam ndeshje nuk po që grupi veç ka marrë formën vetë